ku socialistët mund të prodhojnë në mandatin e 84, çka do t'i çonte ata drejt një shumice cilësuar që do t'i jepte Edi Ramës një kartë të shetë qeverisje brenda parlamentit përballë partive të tjera. Roland, po e nis ka më i mërzituri që jeti, një koment, pastaj në fund do lej frokun. Po konfirmoj që jam i mërzitur. Jam i mërzitur për faktin se shpresoja që partitë e vogla ta bënë një grup parlamentar në këto zgjedhje, por si që rezulton deri tani, bashkë me PSD-n dhe sigurisht doj të shkoj, grupi nuk e bëjnë dot një grup parlamentar, edhe si që tha dhe ju në komentin tuaj, rrezikohet që edhe këto 6 deputet që kanë, me shumë mundësi edhe mund të humbasin. Jo, shikon, në rang kombëtar, projeksioni është që vetëm për momentin vetëm Shqipëria bëhet një mandat dhe mundësia një mandat. Pra, bëhet për në rang kombëtar janë këta. Por, si shta thash, janë 2 mandatet e Tiranës, së 2 zotrinj janë deri tani në pozitat forta dhe i kanë, nërkohë të tjerët nuk e kanë. Prapë, ideja është që nuk e bën grupi parlamentar dhe unë shpresoja shumë që mund të ishte me 7 është grupi parlamentar. Me 7 grupi parlamentar. Kjo përsa i përket partive të vogla. Për Partinë Demokratike nuk jam i mërzitur, sepse kemi 3 vjetë që në çdo studio televizive themi që me kthimin e Sali Berishës, të vetme gjë që do të bënte madhështore ai do të ishte pikërisht humbja, se Partia Demokratike madhështore në kushtet në cilat ishte ai, duke vendosur interesin personal mbi interesin e Partisë Demokratike dhe gjithë demokratëve, po dhe gjithë shqiptarëve që duan në mos rotacionin politik një opozitë shëndetshme, Sali Berisha nuk realizoi asnjë nga këto objektiva dhe kështu i dha Partisë Demokratike demokratëve Shqipërisë një humbje madhështore, sepse tek e fundit unë mendoj që me këtë polarizim të skajshëm të partive politike ku Partia Socialiste u bë edhe më e madhe dhe Partia Demokratike nga një parti relativisht e madhe u bë edhe më e vogël, mendoj që dëmtojnë interesat e demokracisë dhe pse jo mund të jemi edhe në kufit e një autoritarizmi le të themi normal të Edi Ramës, që do të jetë natyrisht kryeministri i vendit. Por kjo do varet cilësuar nuk është autoritarizëm, është shumicë cilësuar. Shumica e cilësuar vetë-vetiu të kthen në autoritar, sepse edhe karakteri i tij është autoritar. Një njeri që del dhe thot në televizion, si shta Sali Berisha, mua do më largoj nga politika vetëm ai që është lart. Dhe Edi Rama thot do largohem kur dua unë. Këto janë premisat. Do largohem kur dua unë, tha, dhe këto janë premisat e njeriu. Ai tha nga politika largohesh kur të duan njerëzit. Jo, tha kur dua unë, tha. Jo, nuk thash. Po hape dhe shikoj. Por tha do largohemi, tha kur dua unë, tha, prap. Kur dua unë, tha, prap. Edhe po nga politika, po edhe ti mund largohesh ku duash, puna është nga kryetar partia dhe kryeministri të largojnë shqiptarët. Përveç doktorit që është biri 2 i Zotit pas Krishtit dhe ai e ka komunikimin direkt me të. Kurse të siguroj që Partia Socialiste nëse humbet zgjedhjet, Rama ikën vetë i parë, nuk kryen politikë. Kam premis në rregull, Rama ikën vetë. Tani nëse humb zgjedhjet. Po pra. Nëse sumë zjedhe si do ikën, ke patin e i fitu si ikën. Kushta, u se kërkoja që të largohet. Unë them, ekziston reziku, sepse gjatë kohës të mandatit të tretë ti, Parlamenti Shqiptar të paktën në Edi Ramën u kthyer thjesht në një institucion notarizimit të qeverisë. Vetëm notarizimi i qeverisë, nuk e duhet të rolin e parlamentit. Nuk duhet të bëjë replika me ty. Parlamenti 2021-2025 u kthye në skenën e turpit Partisë Demokratike, që qelloheshin me grushta me njëri tjetrin, përshtyeshin. Në matësat që atë kemi komentuar, jemi lodhur bashkë. Pra, kaq. Ai unë flas për pjesën e Edi Ramës në parlament. Si pretë kundërshtari, me të vërtetën, imagjinon dot të ishte në njëjtën situatë Partia Socialiste, çfarë do bënte Berisha me drejt. Do fillonte diversionet mes tyre me drejt, se politika kjo është. Unë them që si Rama vetëm me lulin, kush duhet të jetë çonte një emoji, kupton? Kurse me të tjerët, Sokol, kush duhet të jetë gardiani i demokracisë? Pra, ajo që më shqetëson është polarizimi, nuk e doja unë personalisht, am kjo te mua, unë kam mendimin tim. Po ti nuk e shikon që këtu është faji PD-s? Po pra, patjetër që është faji PD-s. Atë po them, Sali Berisha i bëri faji PD-s. Pra, votuesit shqiptar duket që kanë dhënë një mesazh qartë, kanë thënë boll. Mundohet të më vjekësh, sepse thash, Sali Berisha me këtë i bëri një ose je shumë i sofistikuar se ti këto, s'kam çfarë të bëj, është nivel intelektual i lartë i jotit. Po.
Po tani, këtë se kisha borç. Këtë lloj komplimenti nuk e kisha borç. Unë po i përsëris prapë frazën e po them, Sali Berisha i bëri me këtë humbje madhështore që i bëri Partisë Demokratike, thash, dëmtoi interesat e Partisë Demokratike, të demokratëve që besuan, të atyre të shqiptarëve që duan një opozitë shëndetshme dhe të fortë dhe të atyre shqiptarëve që mendojnë që rotacioni është gjë më e mirë që mund t'i ndodhi i vendit. Dhe sa më shpesh të kemi rotacion, aq më mirë është. Jo, rotacioni duhet ndodhi kur ka një ofertë më të mirë. Po prandaj thash, dhe ky është dëmi që i bëri Sali Berisha. Tani e para, e dyta mendoj që unë mendoj nëse mbledh një vret. Unë mendoj që ai nisë më mirë se ç'bitise muhabeti. Unë mendoj që pse? Unë mendoj që ajo që nisë tek unë i trëmem dhe vazhdoj ta them prapë. I trëmem një rezultati të tillë është i merituar pa diskutim, sepse përderisa shqiptarët vendosen të votojnë kështu është i merituar. Unë nuk e di a është i merituar, është i merituar edhe për një arsye se alternativë tretë nuk patim. Po pra, kjo është i merituar. Ne po them që ai nisë mirë. Te mungesa një alternativë tretë. Partia Demokratike, shqiptarët i tanë nuk kemë alternativë. Unë i trëmem mungesën së funksioneve të institucioneve shqiptare. Pse nuk prodhon? Fal, pse nuk prodhon? Sepse ne mund të tasim gjithë ditën e gjithë natën që është faji i sistemit. Është faji i sistemit, është sistemi i mbyllur, dhe kjo është e vërtetë që sistemi nuk është i hapur në Shqipëri, sistemi politik. Po nga ana tjetër, ti shikon që nuk ka, a folet të dëgjova, më dëgjova ti mua. Tani, ideja është në çdo rast ky sistem lejon dalë. Ne bëjmë një pyetje pastaj. Kurda? Kur të flasësh ti na lejo të bëjmë një pyetje. Ti më bëj çfarë do të bëj komente, vetëm a leta mbaroj. Vetëm a leta mbaroj. Tani, po se unë do të futem te thelbi ti në ka përrushit nga gjitha kokrat do ta shkundësh. Tani, ti marrim kokrat me radhë. Këtu kemi një parti socialiste e cila shkon drejt 84 mandateve jo për merit 100% qeverisë, por për shkak të dështimit të Partisë Demokratike për të rindërtuar, rithemeluar, ringjallur, rifreskuar, por, si e shikoj unë, edhe për shkak se partitë e reja përfunduan parti të vogla. Pra ne menduam që do jenë parti të reja, si shtiti vetë, dhe unë mendoja që ata do shkonin drejt 7-8 deputetëve pa llogaritur të ndoshin, pra do futeshin do krijohen grup parlamentar, dështuan. Tani problemi është dështuan prej kujt? Dështuan për shqiptarëve, se ti e the vetë që njëri për këtyre kishte dalë lëshante me libër shtëpi shqiptarët brëndatë. Tonë shqiptarët janë majmun, e meritojnë etj. Por nga ana tjetër, shqiptarët të gjykojnë sakt, të gjykojnë në mënyrë korrekte. Unë mendoj që votuesit shqiptarë kanë votuar gjithmonë mirë, Roland. Mendoj unë. Se thash këtë. Unë them të njëjtën gjë që shqiptarët. Që dikush tjetër që ishte marrë me shqiptarët. Edhe në emisionet e mëparshme, para zgjedhjeve kam thënë që shqiptarët gjithmonë kanë votuar drejt. E vërtetë. Gjithmonë kanë votuar drejt. I kanë dhënë secilit hakun atë që meriton, se të shkosh, nuk mund të shkosh ti të mbjellësh patate dhe të presësh që të vjelësh lule shtrydhe. Siç kërkoi të bënte Sali Berisha dhe Partia Demokratike. Tani është tërësisht dështim i Partisë Demokratike, i Sali Berisha i opozitë dhe për më tepër me që folet për sistemin, ky është sistemi i propozuar nga Sali Berisha, ky sistem elektoral. Dhe Edi Rama e miratoi sepse i konvergonte, i leverdiste. Tani, kur Sali Berisha nuk dëgjon askënd dhe niset aty për interesin e tij personal, e merr peng një parti të tërë, dhe demokratët në vend të nisen të pastrojnë politikën shqiptare apo të pastrojnë të kryejnë rotacionin, kanë 3 vjet që mundohen të pastrojnë Sali Berishën. Pra, primare për Partinë Demokratike ka qenë pastrimi i figurës Sali Berishës dhe nuk ka qenë as ndërtimi një forcë opozitare me kredibilitet që t'i binte shqiptarët për të kryer rotacionin ose për të bërë ndryshimin dhe përpasoj mori këtë rezultat që mori. Disa partit e vogla, secili prej tyre dhe këtu e mbyll, doli për të dëshmuar veten e tij dhe nuk e morën parasysh sugjerimin që u erdhi nga të gjitha anët, edhe nga analistët, edhe nga politologët, edhe nga dashamirësit, ju thanë, krijoni një pol të tretë me qëllim që t'i shmangeni pengesave që ju sjell sistemi, i cili për shembull tani që ju po flisni tu mbajt shënim, në Tiranë, në Durrës dhe në të paktën dhe në Fier, po të ishin bashkë të gjitha partitë e vogla, mund të prodhonin dhe një mandat deputeti të paktën dhe në Durrës dhe me dashje ose pa dashje u provuan aleatët më të fortë të Ramës. Pasi një merit për nga pikpamja e sistemit që Rama po shkonte 84 mandateve është pikërisht mungesa e arritjes një bashkimi logjik pragmatist tyre për të futur deputet në kuvend. Mbi të gjitha që një defekti tyre personal ishte nuk krijuan dot karizëm, nuk tërhoqën dot, nuk u pan si alternativë, nuk u pan si figura politike, nuk u pan si udhëheqës. U pan thjesht si karrierist vegjël.
Thjesht ka realistë me një. Me gjatë, dohet lidhesha, parë se të vishëm bisedën, du të bëjt dy lidhje, një me Genda Dobrën Fjerë, dhe pasaj do doja një lidhje me Kasandra Palin në Elbasan. Mirëmëngjes, Genda? Sokol, përshëndes. I flet nga qarku I Fjerit, ku duket se ka ndodhur dhe nëse mund quhet në thojza, pa tjetër, forta një revolucion sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, socialistët që rikuperojnë 3 mandate në qarkun e Fjerit dhe paktën nga mundësia statistikore që ndron akoma e një mandatit 4, është mundësi statistikore, por shifrat temi ta sugjerojnë një gjë të tillë. Si ka mundësi një përmbysje kaq e fortë rezultate? Duket se tashmë po arrihet objektivi I Partisë Socialiste sa I takon qarkut të Fjerit më të madh I dyti pas Tiranës, pasi në të gjithë bashkitë e Fjerit ka një përshtit thellë Partia Socialiste me gati 2 fishin e votave, thuajse në të gjitha bashkitë në raport me Aleancën Shqipëria Madhështore, si që the edhe më herët ka tashmë një pezullim, duket se gjithçka po shkonte mirë, po ka një pezullim pasi komisionerët e Partisë Demokratike janë tërhequr nga procesi I numërimit në KZAZ numër 60, që në fakt është edhe KZAZ-ja më e madhe që ka 97 qendra të votimit dhe ka një peshë rëndësishme. Ata propozojnë që procesi I numërimit të rinis nesër, çka për kampin socialist është e papranueshme, pritet që të merret edhe një vendim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se si do të procedohet, pasi e njëjta gjë ka ndodhur edhe në disa bashki të tjera të Fjerit, por në fakt ka qenë me konsensus. E kundërta ka ndodhur këtu në Fjer, presim ende një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po gjasat janë që të pezullohet ky procesi I numërimit, çka në fakt do të sillte një vonesë në daljen e rezultatit final. Genda, a lidhet kjo me faktin, Genda, a lidhet kjo me faktin, paktën me çpash, ky rezultat me 12 mandate vjen kur janë numëruar më pak se gjysma e kutive, dhe ndërkohë me sa pash nuk janë numëruar shumica e kutive në qytetin në bashkinë e Fjerit, shumica e kutive në Mallakastër që janë temi zona jo të majta, por super të majta, tradicionalisht majta. A mos ball frika e humbjes së një tjetër mandati, pra përmbysja, thellimi I përmbysjes deri në 13 mandate për PS-n dhe mbetja vetëm me 3 mandate e PD-s, temi ka sjell këtë lloj reagimi dhe tërheqje të komisionerëve që sigurisht janë të lodhur, patjetër që janë të lodhur, siç jemi të lodhur të gjithë, po tani kjo raskapitje vjen nga numërimi apo vjen nga thellimi I rezultatit. Për hir të së vërtetës në fakt, që kur ka vijuar numërimi prej orës 2 të mëngjesit, nuk ka patur ndalesa, megjithatë rezultati duket se mund të thellohet edhe më tej, pasi siç e them më herët janë numëruar në total për qarkun e Fjerit vetëm 179 qendra votimi nga 587 që ka I gjithë qarku I Fjerit, çka do të thotë se rezultati mund të thellohet më tej, mund të jetë kjo një lëvizje e Partisë Demokratike, ndoshta pikërisht për këtë arsye, për të tërhequr edhe komisionerët nga procesi I numërimit në këtë KZAZ shumë të rëndësishme dhe me një peshë të madhe, po themi, dhe duket një përmbysje e rezultateve nga dhe fitore e Partisë Socialiste deri në këto momente që ne flasim, po sigurisht duke marrë në konsiderat këto vonesa, do duhet që të kemi të presim një rezultat ndoshta të më vonshëm. Nëse procesi I numërimit vijon në nesër në mëngjes, sigurisht do të ketë vonesa në daljen e një rezultati final, megjithatë tendenca duket se është dhënë që në kutitë e para të votimit, siç e them herët, Fjeri ka votuar tradicionalisht majtas, dhe duket se kjo është edhe tendenca e këtij viti nisur nga këto shifra paraprake deri më tani. Një pyetje, zotin Bardhi, e ke parë? Ka shumë interes nga kolegët e mi për shëndetjen e zotit Bardhi. Është mirë më shëndet? E qarkut nuk e kemi parë në asnjë nga qendrat e numërimit, as gjatë procesit të votimit drejtuesin politik Partisë Demokratike, kështu që nuk mund të t'jap një përgjigje pasi nuk e kemi parë në asnjë nga këto. Është edhe ka dhe ndryshime të forta klimatike, pranvera mund edhe të jetë ftohur pak. Po, Zeqinen si e kam? Me merak dhe Zeqinen, do na futet Zeqinen ku vet? Edhe rezultate me gjithë fushatën. Nuk kemi arritur dot që të atakojmë për shkak të pozicionimit tonë në këtë Jo, tem nga pikpamja e votave. Do e kemi në kuvend apo jo?
Nëse vion ky trend, gjastat janë të mëdha. Okej, kështu që do kënaqemi edhe në konvent me replikat midis zotit Bardhi dhe Zeqinës, apo do të jetë një spektakël në vete. Mendoj që zoti Bardhi do ketë 4 vite të vështira në konvent. Do donte shumë të ishte në listën e hapur të Fierit. Genda, faleminderit shumë për këtë informacion. Ishte Genda Dobra, një nga qendrat më të mëdha të numërimit të votave në Fier. Megjithatë, do doja të lidhesha me Elbasanin. Pse? Sara Mile, deputetja e krimit. Por ka shumë mundësi që Sara Mile të jetë deputetja e ardhshme e Partisë Socialiste nga qarku i Elbasanit. Ajo është bashkë me gazetaren ton Kasandra Pali. Mirëmëngjes, Kasandra. Sokol, mirëmëngjes, unë aktualisht vjoj të qëndroj e pozicionuar ende në vend numërimin e votave këtu në Pallatin e Sportit në Elbasan, ku vjon pa ndërprerje procesi numërimit të votave në zazën numër 48, 50 dhe 51. Ndonë se shifrat ndryshojnë nga minuta në minut, ajo që është e pandryshuar mund të themi është Partia Socialiste, po kryeson në të gjitha 7 bashkit e qarkut të Elbasanit. Janë këto shifra, mund të themi që edhe mund të komentojmë së bashku me kandidaten e listës së hapur të Partisë Socialiste në Elbasan, pranë meje ndodhet Sara Mila. Sara, faleminderit që ndodhesh këtu. Pritshmëria juaj, si ishte dhe si komentonit këto rezultate? Jeni kryesues në të 7 bashkit e qarkut të Elbasanit, duhet të një qark i rëndësishëm, pasi prodhon plot 14 mandate deputetësh. Si keni parë këto rezultate deri më tani? Përpara se të kthej një përgjigje për pyetjen tënde, doja të bëja vetëm 2 komente të vogla. E para, mendoj që doktor Berisha do mbahet mend këtë fushat vetëm që nga mbi emri Mila ma bëri Mile. Unë jam Sara Mila dhe jo Mile, dhe dyta doja ta përshëndesja Sokolin. Doja ta përshëndesja Sokolin se një nga gjërat që më mungon më shumë këtë fushat është që nuk po ndjek maratonën tënde, Sokol. Jam një fanse e zjarrt dhe kam qenë që e vogël. Kështu që kjo është një nga gjërat që po më mungon këtë herë. Sara, dhe unë sapo të bëra dhurat Sara një strishë, do është pyetja ime e radhës, si Berisha bëri Sara deputete. Në fakt mendoj që reklama që të bëri doktor Berisha pati efektin e vet, besoj. Është shumë e vërtet. Me shumë të paktën të rinj që kam takuar gjatë gjithë kësaj fushate në zonat më të thella të Elbasanit, të gjithë më njohin kryesisht pas përmendjes që më ka bërë kryetari non grata i Partisë Demokratike, edhe reklama ka qenë fantastike, kështu që ndoshta duhet ta falenderoj në një moment. Por ky është një moment në fakt për të thënë se sa krenari jemi për punën tonë. Ne nuk na vjen surprizë, e kemi artikuluar që prej fillimit mandati 9+ për Elbasanin. Kjo si pasojë e një gjëje shumë thjeshtë. Jemi të organizuar aq mirë sa është shumë e vështirë të na rrëzosh. Jemi kudo me çfarë do lloj strukture që ne kemi dhe jemi ditë dhe natë aty. Partia Socialiste nuk bën fushat për 2 muaj, ndonse Partia Demokratike në fakt edhe këto 2 muaj ka qenë shumë pak, për mos thënë as pak prezente në Elbasan. Qytetarët e Elbasanit mund ta konfirmojnë këtë gjë. E megjithatë, është krijuar një frym shumë e mirë këtë herë specifikisht, për cilën unë dua ta vënd duke, sepse ka shumë kandidatë në Partinë Socialiste të rinj, jo vetëm të rinj në moshë, siç është edhe rasti im, por të rinj si emra dhe të rinj si figura për të qenë parlament. Partia Socialiste ka dhënë ofertën e një partie të re dhe unë po e ndiqja pak edhe diskutimin që u kishit pak më parë, flitet shumë për rotacion. Mendoj që është një lloj rotacioni, sepse figurat që janë votuar më shumti janë në fakt figura të reja dhe që janë fringo dhe që futen në parlament pa një bagazh politik më parë. Kështu që kjo do të thotë se ne kemi një rifreskim të jashtëzakonshëm, patjetër që strategjia e Partisë Socialiste ka funksionuar, ashtu siç ka funksionuar dhe struktura si deputeti që duam që është edhe në fakt ajo që më solli mua tek Partia Socialiste, ndryshe nga historia e primarëve e prallave me mbret ku askush nuk pati mundësinë që të garonte në fakt në këto zgjedhje, kështu që është e gjitha produkt i një pune të madhe dhe një organizimi të mirë. Asgjë për t'u habitur. Sara, e vetmja gjë që po habidhem është që nga deputeti e krimit që t'akuzon doktori dole shumë e artikuluar dhe në fakt një nga arsyet pse unë doja që ti dilje nuk e kisha fare dhe në kushishe dhe realisht kur më tha Kasandra kemi Sarën këtu që mund dali deputete nga lista e hapur, thash okej, si dhe Sarën sepse njerëzit duhet ta shikojnë. Kanë parë edhe disa kandidate tjera të listës mbyllur
mbyllur të madhështorëve dhe besoj që tashmë dhe publiku i gjerë, jo Elbasanas, besoj e bën vetë diferencën midis asaj që kanë parë nga deklaratat e dikujt tjetër nga lista e mbyllur e PD-s dhe Sarës nga lista e hapur e socialistëve dhe uroj që në parlamentin e ardhshëm, nëse ti futesh, me shoh gjasat janë larta që ti të futesh, të paktën gazetarët aty më thonë që emri shfaqet shpesh nëpër lista, pavarësisht çfarë thot doktorët, nuk e di sa drejt ka ai, atë e din ti më mirë se të gjithë tjerët në akuzat që ai të bën, por nga ajo që unë shoh, shpresoj shumë që të krijosh dhe ti profilin tënd në parlament, se këta komunistët janë pak shuesin gjithmonë me biografinë. Kurse ne brezat e pas 90-s e dim shumë mirë që një nga arsyet pse u ngritëm kundër që se urrenim teorinë e biografive dhe donim meritokracinë. Sara Mila, jam i saktë tani. Mila, shumë i saktë. Unë me zi po pres, Sokol. E kam dashur shumë këtë moment dhe me zi po pres të kontriboj për Shqipërinë që dua. Okej. Edhe ne duam që deputetët të jenë deputetët që ne duam. Po me që kam zonjën Gjykondi këtu dhe e cila është sigurisht edhe një feministe e thekur, do doja që të kishte një pyetje apo një koment për ty. Po. Jo, unë mendoj, këtë e them me ironi që Berisha s'pas ka pasur faj sepse integriteti, oratoria edhe fryma që jep, që ndjehet që e ke shpirtërore, jam e bindur që do të çoj aty ku ti po këmbgur dhe ku e ke edhe risk nga Zoti. Po, Sara, një pyetje nga një... Falenderoj zakonisht shumë. Një pyetje nga Martin Lega, një legjendë e medias shqiptare. Po, Martin. Kam një pyetje unë. A patët frikë pas deklaratës së drejtuesit politik për të ngrënë të gjallë socialistët? A u friksuat nga Tomori? Shiko, ka diçka që spesifikisht tek unë, duke qenë se dhe jam një vajzë e bëshme, ke unë njëherë ka qartaj. Kështu që nuk pata frikë. Nuk ngelen pa gjë. Okej, Sara, të falenderoj shumë që ishe me ne sot, ishte kënaqësi, na e nxorë pak, ishim se jemi pak lodhërit për gjurmur, na e nxorë pak temi lodhe. Faleminderit Sara Mila dhe urime për rezultatin tuaj, në... E meriton vetëm për këtë batut tjetë. Tani unë kam një pyetje që e kam redorike, Martin. Si ka mundësi që ky doktor ja fut gjithmonë kot? Jo, është sot është shumë vështirë të flasim me këto rezultate, realisht... Jo, po e marr edhe nga Sara, tash, do më thënë... Ta tash, unë nuk e di, tash dhe Sarës, ato akuzat e Berishës, i përgjitet Sara vetë. Po nga ajo që ne shohim, paktën, si ka mundësi që ajo fut gjithmonë gabim? Ja fut gjithmonë gabim dhe bëhet fanë... është bërë fanë si me i madhë dhe Ramës, e kupton ti që ka bërë deputet. Jo, edhe unë, e kam, për shumë edhe me muja fut kotë, se kështë e di që a i duke mund sigur i vizitë rotën e botës. Po pa diskutim. Unë rrinë dhe shof, po të kandidosh. Mua dhe them, ka shi fort t'jem valë, ka shi mirë t'jem valë. Ka ti rritë i shto aksionet kohë. Vetëm me... Jo, e di që s'jam, po problemi është, se e kam dashurit vjetër me doktorin, që në 4. Imaginot të bëje parti ti, ose t'ishe kandidat për deputet do merë... Jo, t'isha me doktorën sot, t'ishe vendosë regjimin në Shqipëri. Jo, me doktorën, jo, t'ishe jashtë doktorët, ma ato që thonë doktorët ty do ishe bërë deputet me... Kishe bërë parti, jo deputet. M'ka dalë Borshët, me thonë vërtetën, Borshët m'ka dalë. Gabime ka pas. Gabime kam pas. Gabime kam pas se nuk u bëra deputet, jo. Për të qenë... Ndoshta që unë dava nga doktori, po nuk kam regret, unë kur ndajem. Tani problemi është që doktori... Po su përgjitë. Apo ja fut plot, në kuptimin që goditi për shembull Sarën për shkak të profilit saj. Pra, se unë bëra batut pra të për Berishën, Berisha është politikan i zgjuar, dinak dhe me përvojë dhe me intuit fort. Pra, ai duket që ka goditur Sara Milan edhe për shkak se ajo ka qenë tek kufiri që ati i ngacmonte kufirin e tij. Pra nga pikpamja elektorale. Dhe ka ditur vlerat e kandidatës. Efekti kundërt, do më thënë, Saliu, jo vetëm në këtë rast, por në shumë raste, është ajo që po them që Saliu është i vetmi person përgjegjës dhe nëse ka
një gjë madhështore në gjithë të procesin e zgjedhjeve në Shqipëri, është humbja që ka pra autor Sali Berisha. Dhe nëse ka... Belin Klishë nuk e ka? Nuk më duhen fare. Një sekund. Nuk i llogaris ta. Një moment saktuar duhet bërë dhe kjo analiza. Nuk i llogaris fare ta. Ka element qytetar, ka element intelektual, ka element shkolluar jashtë, ka element perëndimor. O pro, kundër, o pro... Po nuk i llogaris, u duhet qenë Saliu aty, nuk i llogaris asnjë. Ora mund t'i ka dhënë nurën e vet, po tek ta i ka pas nga pas më Saliu dhe Golida. Mori thot unë do i ha të gjallë, do ti parasysh. Po shikoj, mësojnë nga Saliu gjithë se Saliu dhe kur ja thot. Po nuk vjen natyrshëm, prandaj ngjajnë shumë. Po ka edhe një fitues në këtë rast, në PD. La Civita mori 1 milion e sa thuhet dollarë dhe iku. 1 milion. S'ka ikur akoma. Jo, ma ka ikur. Pa ikur ishte gjithmonë, nuk është se... Pa ikur, saj nuk erdi. Ai nuk erdi asnjëherë, kam përshtypjen. Megjithatë unë mendoj që La Civita bëri detyrën e vet. Po se me këtë miell që ka, atë buk do vjen. E teproi duke thënë që janë vjedhur vota. Ai e nxori në pas atë duke thënë që ky është vend narkoshteti. Shiko, bëri një punë që se bën një qytetar i huaj dhe nuk lejohet ta bëjë një qytetar i huaj. I fyeu njerëzit pa... Unë mendoj që ai u vendos, ai e tha dhe në intervistën që i morën... Ai ndihmoi humbjen. Ai tha dhe në intervistën që i morën dy gazetarët e The Guardian, do të thonë, a du të bëj unë ta si Ari, bëj si Ari, dhe unë të lëras si ujë, ku lëras si ujë, me që e du kështu, dhe unë marr paratë e mia dhe mbaroj punën time. Pra ai tha, mund të dalë aty dhe të flas. Po këta kështu e kanë stilin ata, tha, hajt unë po dal. Problemi është që Berisha pati më shumë se kur në njerë, ndoshta krahasuar me 92 element nga CDU-ja, element nga Partia Konservatore Britanike, pati La Civitën, pati 2-3 punojnë zyrës La Civitës që dolën dhe folën pro ti. Pra u folën më shumë anglisht se sa shqip. Problemi është kujt ju drejtua me këtë Berisha. Pra cilës audiencë ju drejtua dikujt në Washington, apo ju drejtua dikujt në Tiranë. Ka përshtypjen që kjo në Tiranë nuk eci, dhe kam unë një përshtypje, dhe unë e më shforcuar, sidomos temi pas javës 2 të fushatës, prok se Berisha nuk u gjykua as nga 97, as nga 2011, bile do thoja unë as nga non grata. Berisha u gjykua me atë që ai paraqiti në këtë fushatë. Ai u tregua në këtë fushatë, unë mendoj dhe ja kam thonë, kemi biseduar edhe me miqtë Partisë Demokratike, që në momentin që doli lista e mbyllur e Partisë Demokratike, ai kornizoi rezultatin e 11 majit. Dhe në këtë moment entuziazmi ra dhe njerëzit filluan ta kuptojnë edhe brenda Partisë Demokratike, edhe simpatizantët, edhe mbështetësit. Sepse unë çfarë shikoj, unë do dalin votat, deri tani janë numëruar votat, nuk janë numëruar pak, por shkohet drejt gjysmës së kutive të numëruara, dhe shikoni Partia Socialiste ka 208.000 votat, Partia Demokratike 108.000 votat. Dhe po ta shikojmë, ka mund një përshtypje që në rang kombëtar kemi një përqindje zyrtare diku 20-21%, sigurisht ajo nuk është reale, por krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, besoj që kemi një rënje. Çfarë do thotë kjo? Unë nuk mendoj që Partia Socialiste ka rritur votat. Nuk e ka rritur votat Partia Socialiste. Mos them që ndoshta mund të ketë marrë më pak vota se në 2021. Problemi është bjerrja non-stop, rënja non-stop e votuesve të Partisë Demokratike, cilët në vitin 2021 shkuan te 600.000 votat. Pra le të themi, ka një votues se PD-si po ikën nga PD-ja se shikojnë që vota e tyre është nonsens. Po kjo është ajo që sepse ka një votë pragmatiste, ka një votë emocionale, ka një votë logjike, të gjitha këto janë pjesë e votës. Në fund fare ka vepruar logjika, as emocioni dhe as pragmatizmi. Për pragmatizëm çfarë votoi doktori? Do fitonte zgjedhjet? Jo. Për emocione mbas 35 vjetësh, emocione gjithë ka vepruar, në fund ka vepruar logjika. Logjika ka qenë ky cikël duhet përfundohet. Pikërisht këtë desha thoya, më fal. Ka dominuar logjika edhe në një sens tjetër, se Partia Socialiste mund mos ketë marrë aq vota sa kishte herën e kaluar, po ka marrë besimin se është i vetmi grupim që mund ta çojë në një rrugë normale. Cila është pjesa racionale e asaj që është ftohtë? Vota e kësaj radhe është shumë e ftohtë. Cila është arsyeja? Arsyeja është se krahasimi bëhet drejt për drejt me vitin 92. Cili është krahasimi? Krahasimi është se Shqipëria do të ndahet nga një e keqja dhe atëherë do të ndaj me çdo kusht, pa menduar më gjatë, le të jetë si tjetra ajo tjetra që vjen.
e tjerë, por ky që emocion. Dhe kësa here do të ndahet nga ky feudalizm i Berishës, që është një feudalizm i pas komunizmit, është një feudalizm i llahtarshëm që nuk ka vendin e vet. Atëherë, për të ndarë prej saj, prej asaj shoqërie, prej atij regjimi, votuesi shqiptar kishte dy pamje, dy pasqyra. Pasqyrën e vitit 92 e cili s'kish ku mendoj, s'kishte referenca, s'kishte çfarë thoshte edhe për 5 muaj ra në grop, dhe kësaj radhe ku Partinë Socialiste e ka 3 herë në mandat, dhe e ka provuar dhe është i sigurt që nuk mund të kthehet më një herë sapo të mbaroj zgjedhjet, nuk mund të kthehet të bjerë në gropën që ra në vitin 92. Ky është racionalizmi. Atëherë të rikthehemi, Brisida, vetëm një sekond, pasi dua të rikthehemi një prej zonave që e ka zgjedhur Sali Berishën deputet që në vitin e largët 1991 dhe deri në vitin 2017, sepse në vitin 2021 Berisha kandidoi në Tiranë. Ndërkohë që janë numëruar në Kavaj 23 nga 95 kuti votimi, shikoni rezultatin. Partia Demokratike është përpara në përqindje me 50.4%. Partia Socialiste është me 22.86%. Por shikoni votat. Votat janë 2557 me 2186. Pra me një diferencë të vogël Partia Aleanca e Madhështorëve, por shikoni pak për mundësia. Pra mundësia deri tani ka marrë 83 vota, 15 vota ka marrë Basha, Djathas ka marrë 6 vota. Pra një mini pasqyrë vogël e asaj që thotë Frogu, që demokratët edhe në Kavaj i janë larguar Partisë Demokratike, megjithëse në vitin 2023 bashkia u fitua sërish prej tyre. Dhe pikërisht në Kavaj gjendet Bleona Sare, me cilën duhet lidhim tani. Mirëmëngjes Bleona. Bleona, mirëmëngjes. Atëre ti ke raportuar nga Kavaja gjatë gjithë ditës djeshme dhe sot. Thuaj pak si është situata atje dhe çfarë pritet të zbulohen nga kutitë e tjera, ndërkohë që janë numëruar vetëm 23 spakut konfirmuara nga KQZ-ja. Ashtu si që të dhe ti, në fakt, diferenca është shumë e vogël mes dy forcave më të mëdha politike, asaj Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike Aleancës Madhështore, ndërkohë që nga ana tjetër në fakt KZZ-ja numër 43 ku ne jemi të vendosur, e cila është dhe pika ku po numërohen të gjitha votat për të paktën 95 qendra votimi, të cilat që të hapura ditën e dieshme për qytetarët jo vetëm brenda qytetit të Kavajës, por edhe në disa fshatra, ndërkohë që prej orës 8 të mëngjesit deri në këtë orë që ne flasim, ende nuk janë hapur dyert e KZZ-s për shkak se vëzhguesit dhe numëruesit kanë kërkuar disa orë pushimi. Në fakt na ishte njoftuar se rreth orës 12 do të hapeshin dyert e kësaj KZZ për të vijuar numërimin edhe më tej, por nuk janë paraqitur ende të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit. Nga ana tjetër, në fakt në KZZ numër 44 që përfaqëson edhe Rogozhinën me 56 kuti votimi, në fakt ka përfunduar i gjithë votimi, ndërkohë që sa i takon edhe le themi shifrave për vota, ka qenë Partia Socialiste e cila ka kryesuar në Rogozhinë në këto zgjedhje me 4.864 vota, ndërkohë që Partia Demokratike ka arritur që të siguroj 3.481 vota dhe si forcë e tretë politike në Rogozhinë ka dalë Partia Social-Demokrate, e cila ka arritur që të siguroj 397 vota. Pra, tashmë zyrtarisht në fakt socialistët kanë nisur festën në Rogozhinë, ndërkohë që pritet si me padurim në fakt edhe qytetarët cilët janë mbledhur këtu në zonën e KZZ-s numër 43 në Kavaj për të vijuar numërimin e kutive dhe për të parë nga afër dhe gjithë procesin e numërimit të votave sa i takon të paktën Kavajës me 95 qendra votimi. Faleminderit Bleona për këtë raportim prej zonës Kavajës dhe Rogozhinës. Bleona Sari, prandaj pra Bleona e mbylli sigurisht me analizën për Rogozhinën, aty ku Partia Demokratike ka humbur përballë socialistëve, se siç e thash pra në Kavaj është përpara, Kavaja është blu, por blu e zbet, Brisida. Po, tamam, tash për lexoja diçka nga Van Gogh, vërtet blu e zbet, dhe kam përshtypjen që për më tepër kur bashkohet me Tiranën, ku ajo bën pjesë, do
do riformatohet. Plus që unë mendoj që Tirana ka përshkruar Partia Socialiste 20 mandate, dhe mandati do i bjerë Partisë Demokratike. Nuk besoj se do lëviz më nga partitë e vogla, por kam përshtypjen se do kemi një ri konceptim dhe në përgjithësi kanë dalë... Ta shikojmë, do të thënë, është një bazë shumë i fortë midis 3 politikanëve të rinj, ose më saktë 2 politikanëve të rinj dhe shehajt, pra listës Lapajt, listës Shehajt dhe listës Qorit, sepse dhe aty nuk është Qori është i dytë në listën e Tiranës, pra dhe Qori rezikon të mbetet jashtë kuvendit, nëse fiton, mund fitoj profesorja i që a i ka vënë në vendin e parë, pasaj nuk e di si do merren vesh me njëri tjetrin. Lapaj po është i pari, ka përshtypje në qarkun e Tiranës, kështu që Lapaj futet, Sheha i gjithashtu, por është basti fort midis këtyre të treve dhe mandatit të fundit në Tiranë, i cili ose do t'i shkoj, do t'i mbajnë këta të 3, ose nëse e lishon njëri për këtyre, si që thate ju me drejt, bashkë me mbetjet më të voglet Partisë Demokratike, i shkojnë mbetjeve më të mëdhat Partisë Socialiste, që duhet në shifrat, që e mbron shumë mirë mandatin 19 dhe shikon nga, pra nuk i preket fare mandatin 19, shkon të mandatin 20. Biles, Tirana ka pas, Partia Socialiste Tiranës ka pas më lehtë se Elbasani dhe Sefieri, të cilët kanë pasur edhe kanë mandate me numër qift, sepse 14 ka Elbasani, Kështë Tiranës i shtua një mandate, pra shtua një mandate, pra mandatin e Korçës. Që ne e parë shikuam, ishte një arritje potencialisht lehtësisht e realizueshme për socialistët, por shikojmë që gjithë projekcionet janë për 20 mandate. Unë mendoj që do cekja vetëm 2 gjëra që më kanë bërë përshtypje këto ditë. E para njëherë quaj një votim referendar, do unë quaj referendar fitoren e Partisë Socialiste, fitore cila duhet të administrohet dhe të menaxhohet me përgjegjësi, do mos të ketë delir edhe pak arrogancë, por ta shikojnë sepse të jesh në mandatin tënd të 4 dhe të marrësh një fitore kaq të thellë, mendoj që kjo është për të reflektuar, aq më tepër që të dalësh nga krizat ndaja politike, ligjore, marrëdhënie me drejtsinë, dhe shqiptarët të kenë të japin kaq besim, mendoj që kjo do ta bëj Partinë Socialiste të reflektoj. Këto zgjedhje janë shumë të veçanta për dy arsye. Reflektoj patjetër sepse në radhë parë një herë dhe të fundit është që ka bërë një super premtim elektoral për Bashkimin Evropian, dhe besoj se ajo ka qenë karta më e fuqishme. Po më fuqishme për dhe risku më i madh. Po dhe risku më i madh. Ja kam thënë Ramës ballë për ballë, jam thënë që okay, ky është risku më i madh. Vë një bazë tillë, mund thuash okay, jo po i ndryshoj mendja ku diun kryeministit Holandës apo të Luksemburgut e tjerë, po vjen. Jo ta mbaroj. Po nuk e kanë dorë, po bëri premtim elektoral. Kam ndjesin që do arrihet. Nuk kam ndjesin që do arrihet sepse duket që Shqipëria ka marrë atë drejtim. Edhe njerë, të gjithë ne presida e tim që ne ndoshta do t'i bëjmë detyrat formale të shtëpisë. Dhe ne e dim që fund fare vendimi do jetë politik, si që edhe është për momentin. Problemi është pash reagimin e presidentit aktual të Europian, i cili thot Shqipëria dhe Malizi përpara tjerave të futen në BE. Edhe këto e di. Reagimi ti sot. Problemi është në fund pare, prap mund tjetë po ky president, ose një tjetë pas 4 vjeç, thot ti që është puna, po jo të shiko se na duhet gazi rusë edhe ta shtyme dhe një 4 vjetë tjera. Por ti... ka bërë punë qeveria. Pjesa tjetër pastaj varet nga... Jam dakord, po premtimi është elektoral, do të marrin pasaportën europiane. Pra, le temi, ai është në rregull, po varet në psiqikën e votuesit se si ajo përkthehet. Pra, është premtim me risk brenda. Prandaj, po mbështes atë që thot Brisida, pra që duhet jetë një mandat shumë i fortë reflektues i Partisë Socialiste. Dhe për më tepër, unë mendoj që vetë zoti Rama ka marrë një mësim të madh, po këtu do të them të dytën, të parën unë kam një gjë, është hera e parë, mbas zhbërjes morale të LSI-s, që kemi një palëzgjedhje ku të gjitha forcat politike nuk janë forca politike që vinë me qasje politike në zgjedhje. Ne dim shumë mirë që LSI-ja ka ardhur gjithmonë si një biznes për të marrë vota dhe gjithmonë ka kompromentuar votuesin shqiptar, ka ushqyer veset më të këqija. Po, ka ushqyer dhe veset më të këqija të karakterit shqiptarit, duke i ofruar para, vende pune, pastaj duke kthyer dhe vetë
një bashkësi njerëzish ose një bashkësi pazari në politikën shqiptare, njërë majtas, njërë djathas, duke gjithmonë krijuar presion për pazare. Dhe këto janë dy element. Dhe elementi dytë që për mua shumë e fuqishëm për Rama. Doktorit nuk i paskajt fare edhe me premtimin që tha do i lëre nga burgjet. E di pse? Po shoh votimin në burgun e Krujës, fush Krujës. Socialistët kanë fituar 182 me 63. Pra, mendo, nuk e besuan Berishën edhe të burgosurit që i premtoi lirin. Nuk duan të lironë. Nuk duan të lironë. Të andrim brënda. Nga Berisha jo njërës, të antirosë, duket. Dhe dyta që është për të veçuar, është hera e parë që në Shqipëri bëhet zgjedhje pa presion kriminal bandash të qytetit. Edhe kjo është vërtet. Dhe kjo është diçka që Rama duhet ta reflektoj shumë për të parë që zgjedhje fitohen dhe pa flirtuar me krimin. Se këtu, sa po the ti që i bishë Rama ka flirtuar me krimin? Ne e dim shumë mirë, kemi Jurgen Qyrbja që kanë qenë disa personazhe. Po, ata janë personazhe, mishërimi i pastër, se si është bashkëpunuar, dihet që bandat janë një majtas, një djathas, të njëjtat banda, por është hera e parë që fushata zgjedhore ka qenë pa një pazarqi si LSI-a dhe pa një lidhje me krimin siç ka qenë politika shqiptare. Kanë qenë zgjedhje të pastra dhe kjo duhet ta bëjë të reflektojë partitë politike, sidomos të majtë. Kjo pjesa ka reflektuar, sepse kësaj radhe nuk patë edhe nga këto kanë ja kjo që na tha doktori, po doktori ja futi gjithmonë kokë, kjo Sara Mila, unë e pam. Po në gjithë besoj se ke të drejtë. Në gjithë shka ka fituar pozitiviteti, edhe qytetari pozitiv, se nuk janë vetëm socialistët ata janë demokratë. Shkruan nga Londra, thotë ky ishte referendum për largimin e Sali Berishës. Fiks. Prandaj e kërkova fjalën, jemi të drejtën gjatësi vale me Nikollën, për këtë e kërkoja fjalën tani. Sepse doja të thojë që po, ishte referendum për largimin e Sali Berishës. E pranoj që deri në 74-75 vota qeveria do t'i merrte, jo vetëm pse në zonën sondazhet, po të paktën në përshtypjen time e kisha këtë ide, por vota mbi 75 është vot kundër Sali Berishës, sepse nuk mundet që opinioni publik shqiptar të gënjehet. E mbështeti gjithë narrativën e tij në kthim në krye të Partisë Demokratike, vetëm mbi bazë gënjeshtrash. Gënjeu që për 6 muaj po të merrte ai Partinë Demokratike do rrëzonte Ramën. Gënjeu kur tha që deputetët do t'i vendosni ju dhe jo më kryetari. Gënjeu kur tha që do ta demokratizonte partinë. Gënjeu kur tha do bashkoj dhe do demokratizoj partinë. Gënjeu kur tha do bëjmë revolucionin permanent dhe me revolucion permanent do largojmë qeverinë. Gënjeu për mosbindjen civile. Gënjeu për heqjen e nëngratës, gënjeu për mbështetjen amerikane. Gjithçka gënjen Saliu, mos e çud. Ka gënyer edhe për atë që e largoi, dhe të dy bashk nuk janë treguar të sinqert me demokratët, me shqiptarët dhe në bazë të kësaj ata janë përgjegjësit më të mëdhenj për humbjen e Partisë Demokratike. Si Sali Berisha edhe Lulzim Basha, të cilët futën konflikt në Partinë Demokratike, 1 minutë lutem. Le Lulin bëj reels tani me si ishte ajo? Si të vinë ty mesazhe, më vinë dhe mua mesazhe tani dhe më thonë që po, ajo që ne kemi deklaruar gjithë opinionistët, sidomos që në momentin e parë që paralajmëruan kthimin e Sali Berishës në këtë mënyrë të dukshme, por edhe sikur kthim të paqem të bënte ai, sikur gjithë Partia Demokratike do ishte bashkuar me të, sikur edhe nëngratat i hiqej, sikur edhe program të bënte, sikur edhe të ndronte ekipin, pra mos dilte me ekip të vjetër, Sali Berisha nuk kishte mundësi të fitonte këto zgjedhje. Për atë që përfaqëson Sali Berisha në këto 35 vjet në qeverisjen shqiptare. Shqiptarët e mbyllën kapitullin me të që në 2013 i dhanë 1 milion shuplaka, ai nuk i dëgjoi ato, me këmbgulje u kthye dhe kërkoi të bënte profetin e ri në një kohë tjetër. Dakor, tash më. Se pastaj ti thua e fundit e ke 7 herë që thua e fundit. Atë bëj sa gjë e fundit, u thash kështu. Akoma s'këton e fundit. Jo, se kam thënë e fundit. Dhe ajo që na mësuan këto zgjedhje, ishin këto që pritshmëria për votën e emigrantit na tregoi që emigrantët kanë ngelur, siç e thanë para emisionit, kanë ngelur në historinë e tyre në momentin që ja larguan. Nuk ka punë asgjë të re. Un prap kam një gjë. Të mos të ke shkuar mosbesimi i shqiptarëve deri në këtë pikë. Pra Berisha u premtoi lirinë burgosurve, apo tha do të nxjerrë gjithë nga burgu. Ata votojnë ku? Burgu Elbasanit, PS 107, PD 16.
Burgu i Kuksit, PS 22, PD 2. Burgu i Burreli, PS 28, PD 17. Akoma nuk kanë numëru Burgu 302 e 313, ata që... Atë të Fieri duan, po Saljani. Muftan Saljani kishte votuar i vetmi që kishte sfiduar të gjithë dhe gjithë shka dhe kishte votuar me kollare. I veshur me kostume me kollare. Edhe me flok në bile. Iliri kishte votuar me tutat kuqezi, këtë e mora vesh, nuk e di se ka shku votimin Durrës, por... Saljanin e paketoja, e qoj atje, sepse gjeti mënyrën si do t'i largonte gjithë ta që i dolën kundra. Ai nuk falë, për shoku e ka hequr, ku ka paguar më pas se Saljanin. Pa tjetër. Doktor e paketoj dhe Saljani, për mua po, unë që atë ditë, për gazin nuk ditë që të them, ditë them për gjithë tjerët që i paketoj. Pse? Sepse Saljani ka dhe një faj tjetër që fillon me Sali. Që i fillon emrin me Sali. Saljani ka një problem tjetër. I fillon emrin me Sali dhe i gjallë nuk del nga burgu. Zotit Bardi i rezervoj një burg tjetër, atë të Fieri. Në momentin që del me 4 mandate nga Fieri, një të merë pa fund. është një të merë pa fund që do zjazit s'pa o 4 vjetë. Martin, se të burgosojt nuk i besuan doktorit kur i tha që do t'i liroj? Sepse nuk duan të lirohen në këndësota. Dhe e dyta është nuk duan, imagino dohën, është kaq tragjike sa nuk duan edhe të lirohen nga Sali Berisha. Edhe nuk duan të jetojnë në një Shqipëri me Sali Berishën. Problemi është që PD-ja ka marrë shpagimin për gjithë shka ka bërë, po në fakt jo PD-ja, po ajo pjesë e PD-s që u thigjet nga Sali Berisha. Se në PD ka qenë edhe është demokrat edhe kolegu, shu që... Landi. I penduar. Pa dyshim. Demokratika si penduar. Pa shiko, votusin... Në fakt, nuk e njihja Landin, po kur e kam pa tek Selia PD-s, qëfar i bënë... Natën e ditën e 8 janar. Ja, unë e kësharuar atë, se përmëndë. Po, dhe e kam kuptuar se qëfar është, jo, ne e kishim kuptuar, po nuk e di, thoja do t'a kuptoj, Landi dhe intelektual si Landi, se në cilën parti dhe në qëfar qatije kanë hyrë. E kuptoj, për pasi humbi që të flokët të kokë. Ju derë sa ko. Dhe rezultati... Ju derë sa ko, është vërtet. Lam lesh për partin. Lesh për partin. Do në erdi koha që sot demokratët duhet të kërkojnë me qiri rezultatin e 2021-shit dhe bashkë. Kam përshtypje si e shikoj unë, Zoti Berisha është largë edhe rezultatit vetë 2013-ës. Nësa duke deri tani po. Deri tani po, është largë edhe rezultatit të 2013-ës, dhe dhe tash, nëse të pastaj shkojmë drejt 85-ës, atëherë flasim për një rezultat që i afrohet 97-ës. Pra, Rama duhet e kështë shtunu të memorandumit Kuçit edhe këtë, edhe rezultat në PD-s. Pasi, mos gabojnë në zjetë e 97-ës, Partia Demokratike ka dalë diku ka 27.8% apo 28.7% nga dyja. Afërsisht aty deputet kishte. Por nuk u numëruan votat në një pjesë madhe të vendit, si për shkak situatës në 97-ës. Besoj që PD-ja ishte më shumë se 30%. Po nuk u numëruan votat për shkak... Edhe 2001-shin u tregon 2001-shin rikuperimi i saj. Por... Kishte njerëz që vunë zemrën në atë kohë dhe kishte ende idealizëm dhe kishte edhe një, le të themi, një lloj perceptimi ideologjik mbi partinë, kurse sot njerëzit janë bërë më pragmatist, lidhen më shumë me interesat. Fakti është që unë ju thash juve që gjatë kohës që zhvilloi fushata elektorale në jug, në qarkun që e njoh mirë, unë pash demokrat të jetës, të cilët në asnjë mënyrë, në asnjë rrethana tjetër, përveç se sa rrethanave që u krijoi Sali Berisha, nuk shkonin te Partia Socialiste. Ata ishin pjesë e fushatës Partisë Socialiste. Dhe janë votues të Partisë Socialiste. Dhe prandaj them unë, edhe po të shikosh, sepse unë mendoj këtë gjë, po shikoj votat e partive të reja, sidomos të fragmenteve të djathta. Dhe temi nuk e kanë mbushur mendjen që të shkojnë atje, pasi e shikojnë gjithçka të infektuar, temi ose me një virus pothuajse të pashërueshëm në atë që kanë ndodhur Partisë Demokratike. Dhe shikoj që votat, që edhe nëse kanë shkuar te PS-ja, kanë shkuar, ndoshta kanë shkuar vetëm sa errate. Herës tjetër nuk do shkojnë më. Dhe është kjo vërteton atë që thamë ne, që thotë Nikol Lesi, mesazhin e tij që ka qenë një referendum i ngjashëm me atë të 92-shit, ku shumë të majt
Bërsida votuan për ndryshimin e regjimit, jo sepse ishën me PD-n, po se thjesht themi i dhan i hapën rrugë historisë. Ja, unë nuk besoj që është kjo, si shtot zoti Nikolesi, dhe nuk është vetëm dëshkim ndaj Berishës, se Berishës shqiptarët e kanë prerë faturën. Berisha me mënyra makiaveliste ka kapur Partinë Demokratike, ka bërë... Po jo demokratët. Unë po them që kësaj radhe, a që tot Nikola është dhe demokratët ju bashkuan, prandaj quhet referendum, ose e quan ai referendum. Të jemi realist, unë jam gjithmonë kritike e mazhorancës, e të majtës, e tjere, po të jemi realist që vërtet Shqipëria ka bërë progres dhe shqiptarët janë të vetëdijshëm, sidomos brezi i ri që është më avangard për teknologjisë, prej qasjes jashtetit, është i vetëdijshëm për progresin që ka marrë Shqipëria, është i vetëdijshëm për kuotat e larta që ka ndërkombëtarisht Shqipëria dhe mendoj që është dhe një vot pozitiviste ndaj qeverisë së Ramës dhe kartës që kanë nxjerrë ai për integrimin në BE. Do nuk është vetëm dëshkim, sepse të jemi realist, Berisha është një kal i ngordur dhe ka kohë që ka ngordur. Ai po bieton vetëm për interesin e tij dhe nuk është vetëm lista e mbyllur që ai bëri një garnizoni don grupin e tij të gatshëm që vuri nokën e gjithë njerëzit më agresiv vuri në listën e sigurt, por edhe 6 milion që i doli për gjatë fushatës, 6 milion euro që pagoi për të hequr njollën e vet, është parë nga të gjithë shqiptarës dhe mos nga të djathët që Berisha po funksionon vetëm në favor të familjes tij, do nuk ka pas fare hallin e Berisha ka qenë i qartë në gjërat që ka dashur të arrijë edhe me këtë fushat, po besoj që ka përshtypjen Martin që të mundohet të gjej pikat e përbashkëta, edhe demokratët të qartësuan kësaj radhe. Po. Sigurisht, të gjitha këto që thot Brisida, pas 3 mandateve, mund të qonin tek 74 mandate që mund të kishte, ose tek 72 fjale vjen, apo leta themi 71 mandate për të ruajtur. Por jo për të shkuar në këtë situatë, ku jemi në një formë referendare, dhe t'jesh i sigur... Rama s'ka marrë votat të djatha, të lutem. Rama nuk ka marrë votat të djatha. Me gjithse, është treguar e mençur, sepse nuk nxori asnjë flamur në partije, ne kemi folur me Sokolin, sepse ai atë përtej të majtës dhe përtej të djathës e ka kthyer në filozofi. Forumi rinor i Partisë Demokratike në Vlorë, që shkoi gjithi me Ramën, janë votat djathë apo të majta? Tani, vërbajti krau i Bashës, gjithsesi... Jo, është votet djathë pra. E gjitha është, ajo që thot Nikola, për pjesën e demokratëve, është totalisht referendum për të hequr Sali Berisha. Dhe ajo që duhet të bëjë Sali Berisha, që sot, që nuk ka për ta bërë, është një dorëheqje dhe reformim i partisë me njerëz të ri. Votat Partitë e Reja nuk arritën të krijonin frymë, unë njoh pak nga afër. Nuk po flasim për Partitë e Reja, po themi dhe votat që kanë shkuar te Partitë e Reja, pra edhe nëse këta nuk kanë votuar Ramën, janë votat që kanë ikur nga Partia Demokratike. Po Toma është realitet tjetër, jashtë pavarësisht të ndërgjegjes tonë, ai ekziston. Edhe do ekzistoj, të besoj dhe për një kohë gjatë. Dhe shqyr që ekziston. Po, shqyr që ekziston, kur do të Martin. Po votat e Partisë Demokratike, mendoj unë, kanë shkuar shumë deri partive të reja, sepse janë votat dëshpërimi, votat që njerëzit duan ndryshimin, po që nuk identifikohen dot. Jo, po të bashkohen, nuk janë pak, se mund të jenë mbi 10%. Prandaj them unë që këto votat që kanë shkuar te Partitë e Reja janë kryesisht mund ketë 4 zgënjur patjetër nga qeverisja dyqytetare. Por që ose 400, po shikoj që dhe votat e partive të reja, unë mendoj që mbi 90% duhet të kenë ikur nga Partia Demokratike, se ndryshe nuk shpjegohet bjerrja e kësaj partie. Patjetër është gjithë ky dhe rëndë shumë e madhe, ndërkohë që Partia Socialiste ne e pam, pra vërtet shkon 19 në Tiranë vet. Po ke 20 e çon ndryshimi i fluksit votave ika nga PD-ja. Gjithë problemi nuk është pse fiton Rama. Problemi është dhe ajo që ka rol çdo opozit duhet të jetë që t'ja bëj tra ekuilibri ecjen qeverisë, jo autostradë. Kjo opozit ja ka bërë rrugën autostradë për të ulë avionat, jo për të kalu makinat. Pra i pati kohë umor me Lulin, umor me Eli Renozin, umor me Ludoviku. Pra le temi... Ky nuk është... Pra umor, sepse kishte kaq dhjam
temi politik, kur i dilte përballë zoti Berisha, i cili u mundua shumë, po në çdo rast, kupton, ti mund marrësh edhe nga ato boosterat, serumet, po në fund fare ne i shohim vete që po nis nga vetja ime, kilometra dhe kilometra, kupton, ti një moment caktuar është pa shmangshme. Në kohës dhe kur i thon moshës dhe gravitetit ti nuk i shmangesh dot. Edhe graviteti i gjithë shkaje unë djemi supet e doktorit. Kështu që ai pati kohën, tha oke, unë kam këtë, po ndërkohë ti po më nxjerr përpara këtë, unë po merrem me këtë, më nxjerr përpara tjetër, unë po merrem me këtë tjetrin. Pra le të themi, gjithçka shkoi gabim në fushatën e Berishës. I kanë vrarë dhe alibin Berishës, sepse në rast se nuk do t'ja kishin dhënë vulën dhe në rast se nuk do t'ja kishin nxjerrë nga rresi shtëpiak, ai tashmë do dilte të Tuna e futet diskutimin një pikë tjetër sepse unë mendoj një alibi që të thoshte më morën vulën, më mbajtën të arrestuar, më humba kaq thellë. Po ta nxjerrësh dhe të humbasësh kaq thellë tani i humbën alibin. Po ka një gjë në fund fare keq mirë. Ai e ka privatizuar Partinë Demokratike, e tregoi edhe me zgjedhjet e pjesme 2022-shit, edhe me zgjedhjet e 2023-shit ku kandidoi pa vulë dhe pa logo. Fund fare nuk ka gjykatës në botë që t'ja japi dikujt që vlejë. Thjesht është që vendimi i gjykatës mendojnë ishte korrekt dhe logjik. Pastaj po ashtu lirimi i tij ishte prap korrekt dhe logjik, sepse ti nuk mund të bësh një fushat kur kryetari i opozitës është në burg. Me thonë vërtetën. Tash dhe në fund fare besoj drejtësia vendosin në balancë disa gjëra që do ishin zhbalancuara edhe më keq për ndryshe. Ai tha, "Okej, dilte bëj fushatën, lirisë gjithë tjerat." Kisha fjalën që justifikoi humbja, po të ishte në ato pozita. Iran argumentat, po, Iran. Problemi është që ne jemi në një parademokraci sepse çfarë duhet bërë në një demokraci sot, fjala vjen nëse në fier, është ky rezultat. Çfarë duhet kishte bërë? Në fier është, po mos na rëndohet më shumë. Po pra, çfarë duhet bëj drejtuesi politik nga Zbardhi që s'po duket Gjukundi? Gjëja parë duhet vinte anë të dorëzoj mandatin e deputetit atë që ka dhe. Po pa dyshim. Seriozisht. Unë po them në një demokraci normale. Po ke seriozisht. Po e kam shumë seriozisht. Po pra, dhe çfarë duhet bëj? Demokraci normale, Sali Berisha sot duhet ditë dorëqe. Ja, kjo është, pra para se të Bardhi, ishte Berisha. Unë po them çfarë duhet bërë, po ne e kemi thënë Albana dhe të gjithë dhe e kemi thënë që Sali u sep dorëheqjen dhe ai doli e tha vet, pastaj vetëm kur të më marr Zoti. Problemi është çfarë do bëjnë këta intelektualët, të rinë, demokratët tjerë, për të ndryshuar të realitet. Ky është problemi. Kur ka përsyen Ylberin, e kishin linjën edhe shkatruar atë linjë vetë. Unë mendoj se e gjithë ky diskutim sigurisht është ashtu, por Sali Berisha nuk është një individ, Sali Berisha është një fenomen. Një frymë. Dhe votuesi ka menduar shumë mirë, është menduar fort, edhe është votues i mrekullueshëm, i çuditshëm, shumë serioz. Unë mendoj se ka gabuar asnjëherë. Asnjëherë, po sidomos tani është tmerrsisht serioz sepse shiko, votuesi i Partisë Demokratike nuk ka qëndruar në shtëpi. Nuk ka qëndruar duke vajtuar, nuk ka qëndruar duke ju lutur dikujt në PD. Ka shkuar, ka votuar diku. Po s'ka votuar Partinë Demokratike sepse është një fenomen që del prej antarëve të Partisë Demokratike. Askush nuk e do fenomenin Berisha në njerëz normal në Partinë Demokratike. Aq më pak pjesa tjetër pastaj. Ai është fenomeni, cili është fenomeni i Berishës? Fenomeni i Berishës është edhe pasitik Berisha, domethënë në një farë mënyrë do t'ik një ditë. Ai ka lënë një tokë shumë të helmuar në Partinë Demokratike. Gjithçka lind aty, lind e helmuar, lind në infeksion. Kam një pyetje për ty. Po. Pra duke i qëndruar kësaj që thoni ju. Besoni që i intereson shumë kjo? Berisha? Jo, Berisha nuk... Ka më shumë që ju shqetësojnë më shumë se shqetësohet Berisha. Nuk e kisha në këtë sens. Jo, ai absolutisht nuk shqetësohet, edhe nuk e ka shqetësim, po fare. Dhe madje ky është portreti i Berishës, ky është fenomeni i Berishës, që nuk ka skrupull, në kuptimin që skrupullin ta lidh me një mision. Skrupullin politik edhe nuk kanë shumë vend. Problemi është kur ti arrin një moshë të madhore, po them politike, nuk e referohem fare se biologjike sepse nuk hyn asnjëherë këtë diskutim, por unë besoj që Berisha është veteran në moshë politike. Dhe unë e shoh vetë, edhe unë kam profesion aq vite sa ka Berisha në krye të PD-s. Dhe realisht, momentet caktuara fillon reflekton me vete, po thotë shikon, ndoshta duhet ndryshoj diçka. Ore të ndryshoj studion.
por e ndryshoj orare, por e ndryshoj temën. Pra, të ndryshoj kollara. Pra, ideja është, edhe ti brënda, thu, profesionit tonë, si mos t'i bëhe mundi mërzitshëm shikuesi. Pra, se fund fare, dhe politika është profesion. Dhe Berisha është politikan profesionist. Këto du t'ja japi. Dhe ideja është, kur t'ja rinë të moshë, ok, tani që të bëj? Ok, unë jam dakord, zhgënjime dhe ti në dashurit politike janë të mëdha, u zhgënjue me Selamin, u zhgënjue me Pollon, u zhgënjue me Tritanin një farkohe, pastaj u pajtuan. Ja, vetëm me Tritanin së zhgënjue. U zhgënjue, se karike thyre i shuajti. Pastaj u zhgënjue me shumë, me dashurin e fundit. Nështë ajde për shkak moshës thyre me Lul Bashën. Po në fund fare, ti duhet bësh një zgjidhje praktike. Ti thua, shoke, unë kam një aset politik i cili edhe në rastin më të keq ja rrike 30%, që atëherë çfarë do bëjmë me këtë aset politik? Shiko, Sali Berisha është një notar. Jo thjesht kujt do t'ja lesh, çfarë do bësh me këtë? Shiko, Sali Berisha në politik. Ke ku diun sa do t'i dalë, deri tani ka 200.000 veta, mund shkojë 400.000 veta apo 450.000 veta, pra nuk janë pak. Çfarë do bësh me gjitha votues? Që prej fillimit Sokol, siç e njeh fare mirë, ndoshta do. Sali Berisha është në politik, është një notar politik, i cili nuk e di ku po shkon, nuk shkon në breg. Sali Berisha shkon drejt një gjëje që ka parë diku dhe i le anash Tritanin, le anash Eduard Selamin, le anash Alzem Hajdarin, le anash gjithçka, le anash Farimet e tjera, dhe po kërkon, domethënë, poshtë ujit, ai kërkon një gjë që Gazbardhin për shembull. Vjen takon Gazbardhin, prape Lembrapa, nëse ka aq histori politike. Lembrapa, do me thënë, a i shkon drejt një objektivi, që as vetë nuk e di, po drejt një objektivi që gjithmonë është shkatrimtar. Do me thënë, gjatë gjithë kohës, në rrugë le bashllëk, në rrugë le vetëm bashllëk. Edhe sot ka i kapital politik Partia Demokratike. Edhe nëse vazhdojnë në bjerje, vazhdojnë do ta... Unë mendoj ta votojnë Berishën edhe po tjetë sistemi flamurit do ta votojnë doktorin. Se ka i bazën e vetë. Puna është qa bëndi me këtë bazë? A i bërë një arritje historike që e ktheu Partinë Demokratike në parti jo pushteti. Do edhe Partia Demokratike ka lindur si parti pushteti. Sali Berisha vit pas viti, dekad pas dekade, se tani flasim me dekada për të. Partia honorifique. E ktheu në një parti jo pushteti. Do dhe thënë, ajo 20% apo 25% që mund të ruaj ai ta kalcifikoj, nuk do t'i shërbej as demokracisë, as atyre individve, as atyre që kanë themeluar PD-n dhe sot janë shtuar me pasarësit e tyre edhe nëse kanë ndëruar jetë, por që nuk e gjejnë veten tek gjurmët e të parëve të tyre tek kjo parti, se ai e ka bërë parti familjare. Dhe në këto kushte, kjo parti nuk do t'i vlej askujt përveç se interesave të Sali Berishës dhe familjes tij për të marrë dhe në një kull tjetër, për të marrë dhe resorte, për të çuar në parlament. Tani s'ka as mundësi që të prishi ndonjë variabël, sepse Rama i ka të gjitha me mbi 2/3, po t'i duhet të marrë dhe 92 apo 94 dhe ato deputeti ka aty, kështu që në këto raste Sali Berisha si duhet askujt tani. E vetmja gjë që duhet bëj ai tani të rregulloj raportin me shpirtin dhe me Zotin, sepse të gjithë do ikim nga kjo botë, është që ai të tërhiqet. Fol për veten tonë o zotri. Është të tërhiqet, mua më ka ndaluar mua të flas politikisht. Jo, fol për veten për të punën e Zotit, fol për veten tonë. Është që të tërhiqet dhe ato sakrifica që kanë bërë ata mira njerëz në 33 vjet, t'i lërë demokratët të gjejnë rrugën e tyre, t'i lërë atë parti që të ndjeki fatin e saj, nëse është që të rritet, nëse është që të shkrihet, por harku opozitar duhet të përmbushet një orë më parë, sepse në zjetë është me të harroje Bego, nuk besoj që kjo të ndodhi, Berisha e dhe humbja që bën partitë e vogla e vran edhe më shumë iden e dikujt që të provoj që të bëj parti. Ajo që tha Froku që në fillim që tha partitë e vogla, tha, këto ditë që kemi qenë në analizë, nuk kanë shanse dhe perspektivë në Shqipëri. Po duke dhe ti e ke thënë këtë. Ti, po, e vërtetë është. Ti Landi, the diçka, po në mënyrë temi subkonscienciale që mendoj që është problemi serioz që ka Partia Demokratike, problemi historik i saj. Unë mendoj që Partia Demokratike është konceptuar si parti pushtetit dhe këtu është problemi i saj. Partitë politike nuk janë, pushteti është pasojë, nuk është synim. Një parti politike është ndeshme, ka një mision caktuar. Doktori shpesh thotë që është misionar. Por ndërkohë misioni i tij vetëm kësaj radhe ishte në të shkuar nga qenë gjithmonë të marrë pushtetin apo ta mbajë pushtetin, kësaj radhe ishte thjesht për të mbajtur pushtetin e vet brenda Partisë Demokratike. Por unë mendoj që thelbi i problemit PD-s është që ka humbur thelbin e saj si një parti që të ofrojë alternativë. Kurse Partia Demokratike është partia gjithmonë që unë jam vend të dytë, unë jam alternativa për të përvend vendi i parë. Pra sindroma e pushtetit
e ka dëmtuar Partinë Demokratike, sepse e ka larguar nga misioni i saj. Ndoshta kjo është bisedë shumë romantike dhe parimore, kush e di doktori na qesëndis nëse na shikoni na dëgjon. Doktori qenë dysh për ta lënë Partinë Demokratike dysh. Atë zëdhën se kështë shumë simpatik, se kur e bëndë reklamën kështu e bëndë, kam frikë që i ndodhi tërë, se e bëndë gjithmonë njështë dysh. Dhe kam përshtypje që i ngeli filmi këtë dysh. Ata i na shikon nëse na shikon si shtoni ju dhe qeshme ne, sepse ai objektivin e tij e realizoi. Ai si objektiv kishte ta merrte si pron Partinë Demokratike, ta hipotekonte, të eliminonte të gjithë ato operatorë të tjerë politikë që mund të plotësonin dekorin opozitar dhe atë e realizoi. Të asgjësonte Lul Bashën, atë e asgjësoi që në nisje ai. Do e thënë, që në nisje, besoj që kur janë ullur, ka rënë dakord që unë do nisem ti bërë. Ti e asgjësuar që në fillim, po të bërë sigur jenë garë. Sigur jenë garë, kjo është. Dhe qëllimi Berishës që jetë mërte për dënë, e realizoj atë. Ti e dyshi atje, i pari opozitës, këtë e mori, na mori peng të gjithë dhe na mori peng, kur them të gjithë, do me thënë një lloj perspektive të re që mund të hapi me rotacionin apo me ndryshimet që mund të ndodhin. Nëse ke gazetarë në PD, pyet një herë ç'a bëhet. Spiptin gjëmë, sa Andoni, për gjatë mund të lidhemi me Selin. Nëse Zel Saliu dalin të atjerë, zëdhën se dhe këta që do kishin fitore madhështore tjerë. Po do të thonë diçka do më. Dy diti Iku Saliu në fushata shkoj në Spanjë, edhe aty u mbyllën dyert, u vënë drynet. Nese, po doktori ta Sobrani foli, ta kështu që po nëmrojnë vota, shojmë nëse... Edhe nesër për sot, do më thënë është një ditë të re, gjithë problemi është, për shumë, Zoti Basha në 2021, pra Partia Demokratike në 2021, mori një rezultat jo të keq, pra edhe në përqind e gati 20%, mori 50 mandate, LSI-a mori 4 mandate të veda, 63. Diferenca 30.000 vota. Tom Doshi kështë 3 mandate, dhe temi dhe ideja e një farë rezistence, kishte sens. Pra, ndodhi pasaj përqarja dhe kështë më bet tjetër. Po, tani nëse ti jetë 50 mandatet, apo 29 mandatet, qa do të ushmë? Do të ushmë kanë vjetë 35 mandate? Më shumë kanë vjetë. Po pa dyshim, ne kemi thënë fjalimin që para një viti. Ja, në gjërë qatë GDP-a, ke gati. Sigurisht. Kjo djetë dhe kanë filluar që tani. Ka një deklarat të shoqatave, Komiteti Shqiptar e Helsinki, që kanë disa përzjedhet, edhe titulli të kësyre është që zjedhjet u vodhan, ranë zjedhjet, e tjera. Dhe më hënë është gjë që dihet, problemi është... Dhe nuk ka e problem që gjithë të proces verbalet janë të numruzve janë firmosur dhe nga madhështorët e doktorit. Asnjëherë nuk ka reflektuar Partia Demokratike sa ka pasur Sali Berisha në krye, por dhe me Lulzim Bashën, bi humbjet, sepse pregatitja për të fituar zgjedhjet e ardhshme fillon që ditën që ti ke mbyllur, ke firmosur proces verbalet e mbylljes së votimeve. Po qefin ja u bëri edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më dje. Po president? Jo, që kur ndodhi ajo përplasja Flamur Nokos në Vorë dhe dalja e Berishës që doli fjala juaj Sokol, që doli dhe i zbuti tonë, tha nuk kam asnjë informacion çfarë ka ndodhur, s'kam dieni. Unë jam e bindur që Berisha edhe që kur ka bërë listën e deputetëve kamikazët e tij, ka qenë i vetëdijshëm që këto zgjedhje s'ka për të fituar. Ai do thjesht të jetë Berisha e bën listën në minutën e fundit. Ai do thjesht të jetë i aksesueshëm. Shika, i kanë ide ata njerëzit, mund ta kesh tradhtuar një orë përpara, mund të kesh kontributet e gjithë dhunjas, por në atë kohë jashtë. Ai e bën listën, shiko, siç është i rrëmujshëm. Ai nuk pastron shtëpinë e tij, domethënë kryeministria kur ishte ky kryeministri ishte gjithë baltrat, gjithë plura dhe gjithë makinat vjetra. Një të merë. Saliu është ky, është njeriu i të merreve. Dhe është njeriu vërtet i të merreve. Dhe në momentin që ai bën listën, ai është në një minutë përpara se sa dalë të shpall listën. Edhe është i rastësor, krejtësisht i rastësor. Ai nga non grata ku ka arritur sot, ai është i lumtur. Se non grata ishte i fundosur, dhe jam e bindur që... Që ka bërë shumë dëmë non grata. I ka bërë për shtypje. I përjeton gjërat në mënyrë emocionale. Bën sikur. A e di se non grata nuk i bën asnjë gjë të keqe.
Bën sa gjërat këshia aty, pa e amplifikojnë në ngratën. E shtoj rëndësinë në ngratës për të thënë se unë s'kam probleme me ligjin, për të thënë se s'kam bërë krime, për të thënë se e kam punën me Amerikën, për të thënë se shiko me këmerëm unë me katalajt, për të thënë se shiko sa i fuqishëm jam unë, që merret bota me mua. Aja amplifikohet edhe gjithë hëngrën. Sigur, ky që e ka problemi. Nuk është problemi në ngrata. Problemi i ti është problemi me ligjin dhe sidomos i problemi familjes. Ai nuk do t'ik nga kjo botë që të lërë fëmijët në përburgje. Dhe ka për t'i lënë, sigurisht. Do t'iki dhe t'i lënë përburgje. Ky është problemi i ti. Është emocional, ky është problemi emocional. Nuk është problemi partije. Ai ju mendoni se pyet për partije. Ti e çon prog rrugë gabume doktori me këto gjëra që i para. Po jo. Le tash të gjithë të kalamajt jemi të gjithë ndjeshëm. Po sigurisht mos ta ndodh. Pastaj shtyn doktorin gabime. Sui generis, sepse jo se nuk do të në politik, por ky është rasti më tipik i liderit që e ka ndërtuar pushtetin e tij mbi dobësinë e bashkëpunëtorëve të vet dhe të kundërshtarëve të tij. Do të thotë, dobësitë e tjerëve atë e ka ndihmuar që ai të forcojë pushtetin. Për shembull, ne të tjerët që kemi qenë dhe këtu më lejo të bëj pak parantezën e politikës, kur kemi qenë atje brenda, që s'kemi pasur dosje, s'kemi pasur probleme, kemi qenë të pasur, ky na ka pasur problem të madh. Ata të cilët kanë pasur një defekt, një dosje, një dobësi, ai kënaqen. Ky është fenomeni. I mban për bashkëpunëtor. Ky është fenomeni. I vendosi zgjedhje dhe sepse i mban peng. Po patjetër. Dhe e dyta koli që se ma kujtove ti kur përmende rastin e 2021-shit është që sa herë që Sali Berisha që nga 2010 e mbrapa nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, Partia Demokratike ka arritur rezultate të larta. Shiko pak Tiranën, zgjedhjet për Tiranën, vajtën si vajtën u bë përfundimi, por arritën të ishin të ishin aty. Dakor, në rregull, por ishin aty, do të thënë. Partia Demokratike erdhi aty. Dhe në 2021-shin që Berishën gati e anashkaluan, do të thënë nuk ishte figurë e parë, Partia Demokratike arriti një rezultat shumë të lartë. Në 2017 gaboi pikërisht për strategjitë e gabuara të Sali Berishës, i cili i futin çadër. Ja, dhe pikërisht, lërë këto sa që parë, po të rika ajo që ti tepër 2021 kur ai qëndroi larg fushatës, nuk demokratët nuk e panë. Po pra. Në momentin që nuk e panë, ata u mobilizuan dhe votuan sistemën e Partisë Demokratike. Po pikërisht. Në 2021 tregon që megjithëse me një kryetar dobët, po normal siç ishte Basha, demokratët e votuan sistemën e Partisë Demokratike dhe shqiptarët e votuan sistemën e Partisë Demokratike. Kjo tregon që sistema e Partisë Demokratike ka vlerë. Për fat keq, zoti Berisha e ka marrë, e ka futur xhemin e brendshëm dhe po vazhdon jetën dhe raportin e tij me Zotin. Mirë, duhet të bëjmë një ndërprerje tani, ndërkohë që maratona do vazhdojë, por para se të vazhdojë maratona, shikojeni edhe një herë hartën e madhe të mandateve në kuvend, ku Partia Socialiste ka 83, Partia Demokratike ka 51 dhe shikojmë që Tom Doshi ka 3 mandatet e veta, dhe ndërkohë partitë e reja Shqipëria bëhet bashkë kanë nga dhe mundësia kanë nga një mandat për momentin dhe këto janë dhe ftyrat e politikanëve që spaku deri tani janë në parlament. Tom Doshi me 3 mandate, Agron Sheha me veten e tij, Sali Berisha me 50 trima dhe Edi Rama i cili ka 83. Po shikoni që e 3 shifrës, 85. Qëndroni në maratonën elektorale këtu në ABC News dhe shihemi pak më vonë. Ne jetojmë online, punojmë nga kudo e komunikojmë me kudo. Shikojmë, komentojmë, postojmë, por a jemi gjithmonë të sigurt?